Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një takim me drejtuesit e arsimit në qarkun e Fierit, ku foli për prioritetet e këtij viti shkollor. Ajo theksoi se do të ketë më shumë vëmendje për programet që nxisin krijimtarinë dhe frymën komunitare në shkolla, si art dhe zeje, qendra komunitare dhe bëjmë detyrat e shtëpisë. Kemi nisur vitin shkollor me një masa shtreja, me rregullin e rrept të mos përdorimit dhe të mos mbajtjes së celularëve për nxënësit gjatë orës mësimit, rregull të cilin pavarësisht se deri diku e kemi pasur, por nuk e kemi zbatuar me aq rigorozitet. Udhëzimi i ministrit këtë vit në mënyrë taksative e ndalon përdorimin e telefonit gjatë orës mësimit. Janë iniciativa që Ministria e Arsimit në 10 vitet e fundit i ka iniciuar për dy qëllime. E para, për të krijuar brenda shkollës një frymë që shkon përtej detyrimit, disiplinës, asaj që shihet paksa si disiplinë, por edhe për të krijuar një frymë ku komuniteti, ku familjet, ku aktorë të tjerë lokal, siç mund të jenë bashkitë apo siç mund të jenë bizneset, të kthehen dhe të bëhen bashkëpunëtor më të rëndësishëm të shkollës. Programi Ekipe Sportive ka qenë një programet e suksesshme të kësaj natyre. Ndërkohë që duam që ta zgjasim programin mbas shkolle, pra mbas orës së mësimit, edhe për t'ju dhënë prindërve mundësinë të kenë më shumë fëmijët në shkolla dhe ata të mund të merren dhe me aktivitetet tyre dhe probleme familjare, por edhe ne t'i mbajmë më shumë fëmijët në programe edukimi, që nuk është vetëm ajo që është taksative, detyrueshme që vlerësohet me një notë dhe që krijon një tjetër lloj tensioni ke fëmijët, tek nxënësit, por të japim edhe një frymë tjetër bashkëpunimi që krijon të tjera praktika dhe arte zeje, të cilën ne do ta rishikojmë, do bëjmë një analizë të kësaj përvoje 3 vjeçare apo 2 vjeçare që është ndërtuar në disa shkolla, për ta rikthyer në një përvojë që në radhë të parë t'japi jo vetëm edukim, po t'japi edhe kënaqësi. Tani kjo është një detyrë që nuk bëhet vetë, kjo është një detyrë që po nuk e kuptuam ne vetë. Mësuesit, drejtorët e shkollave, kjo gjë nuk mund të jetë e suksesshme. Na rezulton që është më e suksesshme atje ku ka një drejtues shkolle pasionant, ku ka një mësues që këtë punë e bën me qef, dhe jo thjesht sepse e ka në program për ta bërë. Ministria bëri të ditur se po përgatiten kurrikula të reja për disa klasa dhe lënd, veçanërisht për edukatën qytetare, ndërsa po zgjerohet përdorimi i teknologjisë në shkolla. Ajo theksoi se bashkëpunimi mes shkollës, familjes dhe komunitetit është çelësi për suksesin e këtyre programeve. Kemi programet e reja që kanë të bëjnë në radhë të parë me shpërndarjen gjithmonë më të madhe nëpër shkolla të teknologjisë së informacionit, për të cilat tashmë kemi nisur dhe kurrikulat e reja për klasat e para, 2-ta, 3-ta dhe të 4-ta, shpërndarja e teksteve dhe manualeve të përdorimit si për mësuesit dhe për fëmijët. Fillojmë dhe përgatitemi për kurrikulat e reja për klasën e parë, të 6 dhe të 10, me të cilat praktikisht fillojmë rinovimin dhe sidomos për disa lëndë që janë lëndë me karakter kombëtar, siç është për shembull lënda e edukatës qytetare, që do duhet ta sillim më në vëmendje se që kemi pasur për të mos e konsideruar lëndë dytësore. Drejtoria rajonale e Fierit është një nga drejtoritë më të zgjeruara me një territor në 6 bashki dhe 14 zyra arsimore për të 3 qarqet Fier, Gjirokastër dhe Vlorë.